recetë shumë të thjeshtë. Kalojmë tek receta tjetër. Që unë duhet të vendos pancetën. Nëse ju nuk keni pancetën, duhet të vendosin salcicën, mjafton që t'jetë tona. Përse them unë tona? Kam edhe një arsye pse them. Sepse i ka vetë erza, dhe unë të nuk përdor asnjë erëz tjetër, përveç një rozmarinë të thatë. E marr dhe e pres. Këto mund të quhen kafshadza, mund të quhen biskota, si të dëshironi ju. Të kripura. Okej, ndajmë në copza. Gjë që unë do përdor mielin e picës. Që ka të njëjtën paketim si mielli për çdo përdorim, por që është për pica. Është specifikuar për tillë. Rozmarinën. Shtoj. Vezën përsëri, rozmarina jep aromë shumë të mirë dhe shkon me pancetën. 2 vezë. Tek 2 vezët do të shtoj sod, krip, djath të grirë, mjafton që të jetë si djath i fort, do të shtoj të gjithë këtë masë dhe një sasi ujë. Do bëjmë një trazim tani të produkteve. Marr një luftë. Dhe kjo recetë ju merr shumë pak kohë dhe produkte, 2 vezë, pra pak rozmarin, djathin e grirë, mund të jetë parmigjan, mund të jetë djath kafshkavall. Edhe ajo që është, nuk ka problem. Ja, se ka rëmë ja 2 thjerza. Uji duhet jetë i vakët, besoj? Po. Shtoj masën e miellit. Pra, biskota të vogla të kripura me pancet, ose kafshat të za me pancet. 3 gota e gjysëm miell për sasit që ju do të përdorni në shtëpi. 2 gota pancet, pra në gotën e miellit do të shtoni pancet të prerë në kubik, 2 kokra vezë, 1 lugë gjelle djath parmigjan, 1 bustim pluhur pjekës, 1 lugë gjelle vaj ulliri, gjysëm lugë gjelle ose 1 lugë të plot, ose 1 dorë të vogël me rozmarin të grirë dhe atë, dhe krip piper. I përzjeni të gjitha në një tas, e punoni brumin, që është pak më i vështirë sepse ka dhe copzat e pancetës në të, duke shtuar vazhdimisht pak ujë ose pak miell dhe punojni duke i dhënë pastaj në fund fare një formë të caktuar me një letër kuzhine. Bëjmë gati dhe sherbetin për trishkën, se me sa kuptoj është filluar procesi të... Po të duam ka 2 mënyra. Mos shtel edhe pak miell, ka 2 mënyra. Nëse nuk e duam pa sherbet, shtojmë ara të thata, gjë që unë i kam shtuar ara të thata dhe e shërbejmë shumë mirë me kafe. Po. Nëse ne e duam me sherbet, nuk e shoqëroj me kafe. E shoqëroj me akullore. Gjë që mua më intereson më mirë, me kafe. Ja, këtë këtu. E punojmë dhe shikojmë tani konsistencën. Do të ketë brumi, duke u punuar mirë vazhdimisht, do të punohet një brum si gjithmonë si për byrek, dhe më pas do të hapet në banak një pet, jo shumë metrash, 0,5 cm për shembull, më pas do t'i japim forma të vockla kësaj pete, të cilat do t'i vendosim në tavë, më pas do të piqen. Është kaq e thjeshtë, gjithsesi për çdo paqartësi që do keni ose për t'ju rikthyer të gjitha recetave që përgatitëm sot, mund t'i referoheni kanalit ton në YouTube, Reze Dielli. Klikoni në YouTube Reze Dielli, bëni subscribe faqen ton dhe të gjitha recetat ju vijnë vazhdimisht, sa herë gatuhet dhe shtohet
her pas here nga një video e re. Atëherë, nëse ju doni, ose e hapni brumin, merr dhe pak miell. Jo, duhet i but. Duhet i but. Ose në të kundërt, i bëni me anën e një forme. Unë, që t'ja u lehtësoj punën juve, normalisht, Shtyje pak më tuti, bukur fort, se unë u dogja pak. e pash. Atere, heqim edhe pak mielin iki. Janë kafshat dhe doj, pra, ose hapim brumin, ose në të kundërt, i bëjmë të tilla. Shumë mirë. Prandaj e lirova dhe furrën që t'i vendosim direkt për t'u pjekur. Të 4 recetat, pijem për iftar, thjerëzat me shumë perime, trishkën, kekun cili do t'a lëm të kulloj pak, ka marrë aty ngjyrën e shpjekur, ndoshta duhet ta vendosim edhe një herë në furrë që të marrë pjekjen e dur, gjithë procesin e duhet të kulloj, duhet. patjetër që duhet të kulloj. Siç e tham pastaj, nëse dua me sherbet, nëse jo, e shoqëroj me kafen, e shoqëroj me marrim me vete në punë tek çanta kutia e ushqimit tek fëmijët, nëse nuk e sherbetosim, ose për pjesën pas iftarit, një ëmbëlsirë që i duhet agjëruesve. Pra kafshatëza ose biskotëza të vogla, mund të jepni forma nga më të larmishmet, nga më të ndryshmet. Ideja është tek brumi, tek përzierja dhe tek përbërësit që ai ka. Ose në të kundërt, këto Ja, mund kafshatëzat, t'japim dhe këtë formën që kemi ne. Pra ne ja dham të dyja variantet anvisave, herë të mëdhaja, herë të vogla. ja, Piqen shumë kollaj, sepse janë të vockla, dhe shijojnë shumë. Të lumshin duart, faleminderit. për recetat që sollëm sot, do të kalojmë në hapësirën e reklamave, të orës 9:30, ndërkohë më pas publicitetit do të ndiqni takimin e kryeministrit Edi Rama me kandidatët e Durrësit. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur në 4 recetat e sotme.